Me datën 3 gusht, në përputhje me ligjin për çastjen dokumentet publike, kemi kërkuar zyrtarisht nga Komuna e Prishtinës 4 dosje të plota të legalizimit për 4 rastet konkrete që përmenden në mesazhet e publikuara. Një ditë pas afatit ligjor për përgjigje dhe vetëm pas reagimit ton që e kemi bërë në rrjetet sociale, Komuna na është përgjigjur. I kemi kërkuar dosje, por Komuna nuk na I ka dhënë. Në vend të tyre na janë dorëzuar 4 certifikatat legalizimit, pa dokumentacionin përcjellës dhe pa materialet bazë mbi të cilat janë marrë ato vendime. Pra, ne I kërkuam dosjet, ata na dhanë certifikatat. Kjo është edhe më shqetësuese kur ligji përcakton se baza e të dhënave të legalizimit është publike dhe se publiku ka të drejtë qasje në të. Për këtë çështje tashmë jemi drejtuar me ankesë Agjencionit për Informim dhe Privatësi dhe presim që kërkesa jonë dhe urojmë që njëta të trajtohet sa më parë në mënyrë që të na sigurohet qasja e plotë në këto dokumente, të cilat janë të rëndësishme për publikun. Kemi një pyetje konkrete për Përparim Ramën dhe qeverisin e tij në kryeqytet. Nëse gjithçka është në rregull, ashtu siç po pretendon zoti Rama, pse nuk po I hapni dosjet? Nëse legalizimet janë bërë sipas ligjit dhe nëse dokumentacioni është I rregull, I lutem ta publikoni të njëjtin. Sepse ato që na kanë dorëzuar, certifikata, tregon se objekti është legalizuar. Dosja na tregon se si është legalizuar. Pra, certifikata ja tregon rezultatin, kurse ne jemi të interesuar ta dimë procesin dhe procedurën. Këtë e mësojmë vetëm kur t'i kemi dosjet. Pavarësisht se nuk kemi pasur qasje në dosjet plota, deri me tani kemi arritur të verifikojmë disa fakte shumë të rëndësishme. Në mesazhet e publikuara, Florent Maliqi, shefi I kabinetit Përparim Ramës, përmend objekte konkrete për të cilat pretendon se janë legalizuar në mënyrë të palegjshme. Ne I kemi kontrolluar këto raste në Geoportal dhe në certifikatat që vetë komuna na I ka dorëzuar dhe rezultati është I qartë. Të 4 objektet që përmenden në mesazhe janë të legalizuara. 4 objektet përmendura, 4 objektet legalizuara. Kjo tregon qartë se përmbajtja e këtyre komunikimeve nuk mund të hidhet poshtë si muhabet privat dhe I shkëputur nga realiteti që ka ndodhur. Ka edhe një element tjetër. Në ato komunikime, Florent Maliqi thotë se Përparim Rama dëshiron ta emërojë shef të kabinetit. Më vonë edhe kjo ndodh. Florent Maliqi emërohet shef I kabinetit Përparim Ramës.